بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mirë, vëllezër, që dini don kemi fillu me meshën nën kapitullit të taharës, pastërtisë, edhe kemi fol sipas renditjes së autorit, domethënë që e bën në libër, gjërat ku vlen meshu dhe kemi përmendur al-khuf që hyn këto çorapet, çalma, domethënë e burrave që në disa vende domethënë mbulojnë kokën, mbulesa grave, dhe kemi folë edhe për fashën dhe kemi folë për dispozitat rreth tyre. Pastaj koha, se sa duhet me mbajt domethënë meset, edhe të kemi folë kemi thonë një ditë, një natë për vendasin, 3 ditë e 3 natë për udhëtarin. Pastaj disa detaje në mi u kthy dersit. Sot vazhdojmë me kushtet e mesut që autori sjell në vazhdim dhe formën e mesit dhe çka zhvlerësoj. Mirë. Autori fillon me dhe thot, Allah më shiroft, wa shurita taqaddumi kamali at-tahara. Po përmend kushtin e parë që meshu me vlejt, dhe po thot që të paraprihet me tahara. Tahara kemi shpjegu që është në fillim krejt definicionin, po si shkurt me themi se është për qëllim abdesi. Të paraprihet me abdes. Autori po thot që për me vlejt meshu, ti s'pari do ta përfundosh abdesin, e pastaj me vendos të gjërat cilat vlen mesun, qoftë çalma, qoftë mbulesa apo çorapet. Që do thot, sa i përket argumentit, e kemi hadithin e Mughiras radiallahu anhu ku thot: kuntu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahawaytu li anzi'a khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn fa masaha alayhima. Thot kam qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një udhtim dhe jam ul që m'ja zbath pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çorapet, edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lej ato për shkak se i kam mbath duke qenë me abdes. Fa masaha alayhima, dhe i ka thonë domethënë mes, i ka thonë mes atyre. Në bazë hadithit edhe kushti që po e bjen autori, po thot se duhet me paraptri me abdes. Këtu hyn ajo meselja që nëse personi merr abdes dhe ka mri për shembull të këmbët, e lan këmbën e djathtë, pastaj e mbath çorapën, pastaj e lan këmbën e majt dhe e mbath çorapën, po thot nuk bën. Për shkak se duhet mu parapri me abdes, mu përfundu abdesi së pari duke u bazuar në hadith, që po kuptohet për hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, për të dyat është duke fol. Unë i kum mbath thot ato duke qenë të pasta, që i kanë qenë të pastruar dy këmbët. Pastaj i ka mbath pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mbas kësaj e kuptojmë që prej kushteve të mesut që me vlet është që të bëhet pasi, të mbathet pasi të merret abdesi komplet. Që ti konsiderosh që ki abdes, pastaj me orë lehtësimi i meshit. E njëjta vlen edhe për për çështje tjera si janë çalma dhe mbulesa e grave. Që edhe nëse ai ka thonë mes për shembull gruaja kokës, nuk bën me mbulu kokën, në bazë të kushtit derisa të përfuton abdesi, pastaj me ngjit mbulesën, edhe themi që në këtë rast vlen meshu. Ndërsa për fashën kemi thonë se nuk është e njëjta gjykim për shkak se ka dallime tjera. Kemi thonë sipas mendimit më saktë inshallah nuk kushtëzohet abdesi për shkak, siç e përmend Sheh Ibn Uthaymeen rahimahullah, që ka vështirësi në këtë çështje. Për shembull, se dikush e ka thyr dorën ose një plagë tjetër, nuk është patjetër thymja e dorës ose gipsi, po edhe fash tjetër, është shumë ka vështirësi të ti me i thonë merr abdes një herë, pastaj me i dhon trajtim mjekësor. Sa i ka nevojë për trajtim mjekësor, ndoshta është emergjencë më një herë me reagu, pastaj ja fnojnë fashën e kështu me radhë, nuk mundesh me i thonë merr abdes një herë, pastaj
me ngjit fashën. Domthonë ka vështirësi në të. Kështu që këtë çështje domthonë përjashtohet. Inshallah dhe nuk kushtzohet abdesi që tjetë para vendosjes. Edhe pse domthonë këtë mesele sa për dobi domthonë Sheikhul Islami thotë që nuk ka të keqe, Allahu alem, mirë po njeriu është mirë domthonë me uru këtë rast, edhe mos me mbath ato para se të përfundon abdesin. Pastaj autori thotë wasatru mamsuhin mahall fardh. Kjo është kushti i dytë që po bën autori dhe po thotë mbulimi i vendit që obligohet pastrimi i tij, domthonë të jetë mbuluar komplet vendi ku obligohet pastërtia në abdes. Për shembull këmbët. Do të më mbulu komplet ajo pjesa ku e ki obligim me pastru. Domthonë mu pastru siç e kemi shpjegu, që aty hyn edhe zogu i këmbës. Domthonë në esencë kur ti do më marr abdes, cila është ajo pjesa që ti dush me pastru patjetër që mu pranu abdesi, është këmba duke u përfshi shfuta e këmbës duke përfshi edhe zogun e këmbës. Andaj prej kësaj nxjerrim që atëherë edhe meshu kur të vjen, që do thotë është zëvendësimi i asaj, atëherë edhe zëvendësimi do të jetë ashtu siç e kërkon pastërtia, pastrimi. Domthonë përderisa është zëvendësim do të me zëvendësu tamam, që do thotë do të më mbulu edhe zogu i këmbës. Mirë, këtë çështje tash domthonë e kemi këto dy mesele. E para është mbulimi i këmbës deri te zogu i këmbës. Që do të thotë, e kundërta asaj, nëse mbulimi nëse shkaku i shfaqjes në pjesët këmbës është për shkak se çorapa është e shkurt, do të thonë ky është shkaku, se është e shkurt çorapa në vetvete, atëherë në këtë rast me pajtimin e 14 hebeve nuk bën mes, nuk lejohet me u dhënë mes asaj çorape. Do të thonë nëse ajo nuk e mbulon këmbën, që thamë edhe zogun e këmbës, për shkak se është e shkurt. Këtu kemi pajtim me 14 hebeve që duhet me u mbulu patjetër. Përndryshe nuk lejohet meshu, sepse e zëvendëson vendin ku duhet me u pastru patjetër. Ndërsa mesela tjetër ku ka khilaf është nëse ajo është e grisur ose e shkyme, që thënë. Do të thonë këto është khilafi. Këto është khilafi. Jo për shkak se është e shkurt, do të thonë në esencë çorapa e mbulon vendin e obligueshëm, do të thonë këmbën, mirë po tash për shembull ka grisje. Tash këtu vjen khilafi. Hanbelit e shtin edhe këtë mesele në njëjtë sikur ajo e para që nuk pranohet mesu. Po ashtu edhe Shafi. Për shkak se thonë kjo është zëvendësim, siç e thanëm, i atij vendi që pastrohet. Tash ato po vrehet edhe këmba. Kemi çorapën edhe vrehet këmba. Që do të thotë tash ajo që është e shplume, që shihet, thotë do të e ki obligim me pastru. Pastaj thonë mesu është anën tjetër dhe nuk bashkohet pastrimi me mes, thonë. Nuk bashkohet pastrimi me mes. Që më thonë për një çështje të vetme të bashkohen dy mënyrat e pastrimit, edhe mes, edhe me pastru. Përderisa që nuk bashkohen, domethënë atëherë nuk pranohet mesu. Në përgjithësi, sa përket meselës së meshut, domethënë shumë argumente janë arsye ose domethënë shkaqe ose analogji që e bojnë dietar për shkak të haditheve që kanë ardhur në formë të përgjithshme. Andaj kjo është argumenti, një prej argumenteve të cilat e sillin kjo pjesë domthonë e dietarëve. Edhe pse sa i përket kësaj që më thonë nuk lejohet mu bashku meshi me domthonë me pastrim, nuk mund të themi që është domthonë nuk pranohet patjetër për shkak se të fasha themi që bën. Atëherë i bën që kemi kundërshtim, për shembull nëse fasha nuk e ka përfshi komplet dorën, për shembull gipsi, atëherë ne themi pjesën e fashës ose gipsit i jep mes, ndërsa pjesën tjetër e pastron, që do të thotë po u bashkojnë në këtë rast. Domthonë si lloj kundërpërgjigje nëse mund të themi, sa i përket kësaj mesele, domthonë të mendimi i parë. Mendimi i dytë e bojnë dallimin mes grisjes, a është e paktë apo është e shumtë. Thonë nëse është e paktë,
atëherë në këtë rast lejohet. Nëse është e pakt, lejohet. Domthonë është e lejueshme ashtu siç lejohet domthonë pa pastërtia e pakt. Domthonë që tolerohet. Edhe në këtë rast themi domthonë si argument i përgjithshëm në Islam që e pakta tolerohet, atëherë në këtë rast themi që lejohet nëse është e pakt mi dhon mes atyne çorapeve. Ky është mendimi Hanefive dhe Malikive, edhe pse sa i përket këtyne dy mëdhëbeve, Hanefit thonë me kon sa 3 gishta. Nëse është më shumë se 3 gishta ose 3 gishta më shumë, këtë rast i vjen sikur domthonë i ke përfshi shumicën e gishtave, vjen në gjykimin e shumicës së këmbëve. Domthonë është më shumë se gjysma, atëherë domthonë nëse është më shumë, nuk lejohet me i dhon mes. Ndërsa Malikit thonë me kon 1/3 këmbës e shplumë. Që nëse është më shumë se 1/3, atëherë nuk lejohet. Allahu alem domthonë për këto kushte kështu. Sheikh Bin Baz dhe Sheikh Saleh Al Fawzani thonë nëse është e pakt, domthonë vrejet që nuk është ndonjë farë efekti i madh, domthonë ato atëherë lejohet me i dhon mes. Edhe argumenti tjetër është se sahabët domthonë kanë qenë të varfër, edhe padyshim që nuk ka pas mundësi mes me pas dikush çorape të grisura, të shkyme. Domthonë për shkak të varfërisë. Kështu që kjo ka qenë pranishme edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke pas parasysh thonë që nuk kemi diçka që na kanë transmetuar prej tyre, atëherë themi që kjo gjë tolerohet. Ndërsa mendimi i tretë thonë pranohet nëse konsiderohet e përshtatshme për mbathje. Domthonë nuk po e bojnë këtë dallimin a është pak apo është shumë. Mirë, po nëse thonë nëse është konsiderohet çorape, domthonë tek njerëz, ose tek tradita konsiderohet që kjo është çorap, është e vlefshme për mbathje dhe e përshtatshme domthonë për ecje, atëherë në këtë rast thonë lejohet. Domthonë e bin si parim, nëse ajo është çorap për shembull që ka dobi njëri prej saj, edhe ka mbet në emrin si çorape, atëherë këtë rast thonë lejohet me i dhon mes. Sa i përket tyne dy mendimeve, argumentet i kanë të njëjta. Dallimi është se e bëjnë këtë pak ose shumë. Edhe pse domthonë nëse është shumë, prapë nuk mundet me konsiderua përshtatshme për mbathje. Mirë, po nuk është mirë edhe me këto kushtet kur i përmendëm, edhe nëse themi se nuk kemi argument për një kusht të tillë, zakonisht janë domthonë arsyetime ose analogji, atëherë prapë nuk është mirë me liru shumë këtë mesele. Me pas për shembull pjesë shumë të madhe të këmbës të grisur, është mirë me ru njëri, në ibadetin e tina. Nëse është pak, normal është të tolerueshme, nuk ka të keqe inshallah. Këto e cakton më shumë tradita. Se nuk kemi diçka argument çka është pak, çka është shumë. Kështu që domthonë si rregull mund na thonë, përderisa është çorap që e ka emrin ende, mbetet domthonë e përshtatshme për ecje dhe për mbathje, atëherë inshallah lejohet me u dhon mes. Lejohet me i dhon mes. Duke i përmendur argumentet që i thanë më parë tek mendimi i dytë. Pastaj autori po përmend kushtin e tretë dhe po thotë wa thubutuhu bi nafsihi. Domthonë që qëndron pa u mbajt ose pa u shtrëngu me diçka. Domthonë ajo meset ose çorapet në sens, formën si formë që e kanë, do të qëndrojnë në këmbë pa u mbajt me diçka. Domthonë jo me marr shtesë diçka ti me lidh që me u mbajt ajo, ose me kon shumë e gjanë që me gjatë ecjes me dal prej këmbës. Për shkak se thonë nuk ka dobi prej saj, andaj as meshi nuk lejohet. Domthonë kjo është një prej mendimeve. Mendimi i dytë është se lejohet. Për shkak se ajo domthonë i ka plotsu kushtet, e ka mbulu për shembull këmbën. Nëse gjatë ecjes për shembull është largu prej këmbës, atëherë kjo është mesele tjetër që e kthejmë domthonë sa prishet mesi apo nuk prishet. Domthonë nëse është largu, domthonë më shumë në rrezik këmbës, atëherë në këtë rast themi që ju ka prish mesi. Kuptohet nëse i ka dhënë mes çorapëve.
Kjo është mesele tjetër. Mirë, po si çorap themi që nuk e kemi një kusht të tillë, ose gjithmonë që vjen ajo argumenti i zakonshëm që nuk kemi argument për një kusht të tillë, atëherë themi që lejohet inshallah. Edhe mujna me marrë një krahasim, për shembull nëse është njeriu i smur edhe nuk ka me hec. Tash atë themi se është ndaluar nëse i ka këtë lloj çorapeve për shembull në këmbaj që nuk lejohet me i dhënë mes. Tërë themi jo, patjetër që i lejohet mesi atij. Përdesa çorapa domthoni ja ka mbulu këmbën, atëherë inshallah lejohet mesi. Ndërsa nëse largohet prej këmbës gjatë hecjes, atëherë kjo është çështje tjetër, pastaj siç e ceka. Pastaj autori përmend kushtin tjetër dhe thotë wa imkanu mashyin bihi urfan, që pak a shumë domthon lidhet ky kusht me kushtin paraprak. Që është e përshtatshme thot për ecje. Padyshim, nëse diçka nuk është e përshtatshme për ecje, ai nuk logjikohet që me mbajt atë, në këmbë. Domthon e njëjta ajo çka folëm domthon për kushtin e tretë, vlen domthon edhe për kushtin e katërt. Pastaj autori po thotë wa taharatuhu dhe pastërtia e saj. Mirë, këtë çështje e degëzojmë në dy mesele. Mesela e parë, nëse domthon të jetë e pastër, çorapa është e pastër, mirë, po ka ra pa pastërtinë të. Domethënë materiali i asaj që është mbathur çorapës është e pastër. Mirë, po ka ra diçka, për shembull ka ra një pikë urinë ose një papastërti tjetër, atëherë në këtë rast themi meshu lejohet, inshallah. Mirë, po duhet të largohet papastërtia para namazit, për shkak se nuk lejohet mu fal, siç e dini, me duke qenë i papastër, domethënë është kusht prej kushteve të namazit. Mirë, po a lejohet mesu si mes? Themi lejohet. Për shembull, nëse ti duke i dhënë mes ke pa që ki papastërti, atëherë themi nuk ka nevojë me përsërit prap, domthon abdesin, inshallah pranohet. Mirë, po duhet me u largu që papastërti domthon para namazit. Ndërsa mesela tjetër është që të jetë e papastër në esencë. Kjo është edhe për qëllim kushti i cilën e ka pruar autori i pastër. Domthon, nëse çorapa është e papastër në esencë, që do të thotë për shembull është prej lëkurës së qenit. Qeni është i papastër, ose prej lëkurës së derrit. Tash nëse themi është bërë prej këtyne gjërave të cilat themi që janë të papastra në esencë, atëherë nuk lejohet me i dhënë mes. Siç e dimë, domthon qeni konsiderohet për shembull i papastër, edhe nëse ti ja gjun këtë ujin e botës, prapë se prapë ai ka gjykimin si papastër, ashtu ka krijuar Allahu subhanahu wa taala dhe atë gjykim e ka. Andaj nëse është bërë për shembull prej lëkurës, atëherë themi që është i papastër në esencë dhe nuk lejohet me i dhënë mes. Dhe kushti tjetër thot wa ibahatuhu, dhe të jetë e lejume, mos të jetë gjë e ndalume. Për shembull, mos me kanë e vjedhur, që ato çorape që i kim bath, mos me kanë të vjedhura. Sipas mëdhëbit, që kemi përmend këtë meselë edhe më herët, për shembull te uji, nëse është uji i vjedh, sipas mëdhëbit, këta thonë nuk pranohet hiç abdesi. As që rrjedhimisht nuk pranohet as namazi. Edhe në këtë rast thonë e njëjta. Nëse për shembull çaj çorap është e ndalume, për shembull është e vjedhur ose është marrë me forcë dikujt pa lejen e tina, atëherë thot nuk lejohet mes. Nëse ka marrë mes, abdesi nuk pranohet. Nëse është faltën, as namazi nuk pranohet. Mirë, po për shkak se thonë domthon është ardhur me një vepër që është e refuzuar, që është ardhur në hadith, ku domthon pejgamberi sa ka thënë që një vepër e cila nuk është prej nesh, ajo është e refuzuar. Mirë, po kemi thënë që pjesa tjetër e dietarëve thonë që lejohet për shkak se kjo vjedhja është një vepër jashta kësaj ibadetit. Domthon që është këtë rast për shembull mesi. Ai domthon për vjedhjen gjykohet dhe dënohet, mirë, po meshu i ka plotsu kushtet. Për shembull çorap e përshtatshme që më i dhon mes, atëherë themi meshu si mes lejohet.
pranohet, mirë po me gjuna, bën gjuna për shkak, do thonë, që ka mbath diçka që nuk i takon atina. Mirë, kjo do thonë ishte sa i përket kushteve që i përmend autori. Si thash, do thonë i përmendëm mendimet dhe atë rregullin që thanë nëse në esencë ajo është e përshtatshme për ecje dhe konsiderohet si çorap ose mbulesë e këmbës, mirë po prapë se prapë njeriu nuk është mirë me e lehtësu shumë këtë çështje. Një prej kushteve edhe këto që nuk e ka përmendur autori është nëse ajo po hyn, mund themi që hyn në kushtin e dytë, që mbulimi i vendit që obligohet pastrimi i tij, është nëse është çorapa e të dukshme, domethënë që vrejet këmba krejt, është pelhur, ose si që janë disa çorapa për shembull të grave që më shumë janë për zbukurim. Këtë rast është problem me thonë që pranohet mesi, edhe pse prapë se prapë duke u kthyt ajo rregulli, disa dietarë thonë edhe këto pranohet mesi, se s'kemi thonë argument, përderisa konsiderohet çorape, mirë po si me thonë që ai ka mbulu këmbën, për shembull nëse i ka bërë të dukshme kur realisht nuk është si mbulim i këmbës. Domethënë sa konsiderohet domethënë tek njerëz që ai e ka mbulu këmbën ose e ka arrit atë qëllimin që njeriu ka dobi prej asaj çorape ose për shembull që t'ia ngro kamën e kështu me radhë. Që në esencë pse vendoset çorap. Allahu a'lam. Një po, këtë rast është mirë me uru, domethënë që njeri mos me lehtësu shumë, që me thonë tash me i dhonë mes edhe kësaj çorapa, Allahu a'lam. Pastaj autori po fillon dhe po thot wa yajibu mash, tash po tregon mënyrën e meshit. Po thot aktharu dawairi imam. Se përket qalmës, po thot pjesës më të madhe të qalmës. Jo, nuk është patjetër komplet, po thon pjesës më të madhe të qalmës. Dhe po thot wa akthari dhahiri qadami khuffin. Dhe shumicën e pjesës së sipërme të meseve. Don, pjesës së sipërme të meseve. Dhe këtë argument është ajo që është transmetuar prej Aliut radhiyallahu an, ku thot "Law kana ad-dinu bir-ray, lakana asfalu al-khuff awla bil-mashi min a'lah." Nëse do ishte feja me logjik, atëherë do ishte më parsore me i dhonë mes, domethënë këmbëve përfundi se sa pjesës sipërme. Thot wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffayhi. Dhe kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i dhënë mes çorapeve pjesës së sipërme. Dhe kjo është argument domethënë i qartë që forma e mesit sa i përket çorapës, domethënë do t'i jep pjesës së sipërme. Që do thotë nëse është e kundërta, nëse jepet edhe pjesës poshtë, atëherë themi që ka bë bidat, dhe një gjë e tillë nuk është e lehtësuar. Për shkak se argumenti është i qartë në këtë çështje. Pastaj sa i përket formës, këto medhebi malikive dhe shafive, domethënë të Hanbelit kanë thonë është mirë me vepru ashtu siç ke vepru, do thonë në pastrimin e këmbëve, për shkak se është zaventësimi i saj. Qysh? Që njerë me i dhonë përparësi, do thonë këmbës së djathtë, me i dhonë mes, pastaj me i dhonë këmbës së majtë. Ndërsa Hanefit thonë është me i dhonë dyjave për një herë. Prej sunetit, do thonë është me i dhonë dyjave për një herë, duke u bazu thonë atë hadithin që përmendëm më herët që pejgamberi sa ka thonë i kum dhonë, do thonë lej ato që i ka thonë, do thonë ti sahabiut, Mughirës, sepse i kum mbadh duke qenë me abdest. Fa masaha alayhima, do thotë i ka dhënë mes të dyjave. Në bazë të hadithit kuptohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë mes të dyjave. Edhe bojnë analogji po ashtu me mesën e veshëve për të marrë abdest, që do të jepet të dy veshëve për një herë. Domethënë që e ka gjykimin si mes, e ka gjykimin e njëjtë ashtu siç veprojmë edhe me pjesë tjera ku ka mes. Mirë po,
sa i përket kësaj çështje është më e gjanë, nuk mujna me specifiku veç kështu patjetër, kështu që edhe nëse e bën këtë këtë që e kanë thonë Malikit, Shafit dhe Hambeli, gjumhuri që me i dhonë përparësi komës gjatë pastaj të majtës, ke vepru mirë inshallah, dhe edhe kjo që thonë Hanefi që me i vepru të dyat për njëherë, atëherë inshallah edhe kjo ke vepru një gjë të mirë, dhe është çështje më e gjerë. Pastaj thot u jami'u jabiratin, dhe gjithë pjesës, gjithë fashës, dhe meshu i gjithë fashës. Që do thot, kjo është një prej dallimeve që e përmendëm më herët, që fasha me gjërat të cilat i përmendëm si qallma ose çorapet nuk e kanë gjithmonë gjykimin e njëjtë. Përkundrazi ka dallime në kohë. Për shembull tek çorapet kemi thonë një ditë një natë, ose për udhëtarin 3 ditë një natë, mirë po për fashën derisa të derisa plaga të shërohet. Pastaj një prej dallimeve tjera është se në momenti kur ti do më bë gusull, me u pastru për shembull gjën e bllokut, ti patjetër do të më largu mestet, ndërsa për fashën lejohet që ti më i dhon mes, sepse ki dëmtohesh nëse ti e largon atë. Domethënë ka dallime mes tyre dyja, kështu që nuk mundet me i dhon gjykimin e njëjtë. Edhe në këtë rast të forma e meshit, përderisa domethënë është vendosur për shkak një nevoje ose domosdoshmërie që e ka godit, për shembull siç është plaga ose ka thyr dorën ose ngjashme me të, atëherë e ka zaventsu atë pjesën ku obligohet me u la. Kështu që thonë do të me fshi komplet fashën, me mi dhon mes komplet, jo vetëm pjesës përmi, po edhe asaj përfuni, sepse nuk e ka gjykimin sikur e ka tek çorapet. Edhe për ato kemi edhe argument, siç e përmendëm më herët hadithin. Kështu që ndërsa sa i përket fashës, do të me u dhon mes të gjithë fashës dhe jo vetëm pjesës së sipërme. Prandaj do të me pas kujdes në këtë çështje. Pastaj autori në fund thot wa in dhahara ba'du mahalli fardin aw tammat al-mudda ista'nafa at-tahara. Po i përmend gjërat që i vlerësojnë. Dhe po thot nëse shfaqet ajo pjesa e obliguar për pastrim, i ka dhënë mes për shkak. Pastaj është shfaqja e pjesa e obliguar për pastrim, për shembull, ju ka dhënë çorapa poshtë zogët komës për shembull. Edhe nëse ka përfundu koha e mesit, po thot do të me marr abdes edhe një herë. Këtë mesele padyshim ka khilaf, se nëse i ka largu çorapët ose ju ka dhënë për shembull më përfuni zogët komës, a prishet abdesi a nuk prishet abdesi? Kjo mesele ka khilaf i madh, edhe me të vërtetë don studim ende për këtë çështje. Mirë po i përmendim mendimet. Mendimi i parë se prishet abdesi, dhe kjo është mendimi i Hambelive. Po ashtu, këtë mendim e kanë Sheikh Salih Al-Fawzani dhe Ibn Bazi. Allah ju rujt Sheikh Salih Al-Fawzani dhe mëshiroj Sheikh Ibn Bazi. Prishet abdesi për shkak se thonë e zaventson pjesën e obligume që do të më pastru. Në momentin thonë kur largohet, atëherë abdesi nuk është i plot. Kështu që përderisa abdesi nuk është i plot, atëherë do të më marr abdes prap. Mendimi i dytë thonë kushtozohet pastrimi i këmbëve edhe nëse vonohet. Domthon Hanefit dhe Shafit thonë në momentin kur ju ka largu çorapët ose i ka dhënë, atëherë në çat moment ose edhe nëse vanohet, për ta nuk është problem kjo, me i la kont. O nëse është me abdes për shembull. Edhe tash i ka largu me ishet, thonë me i dhon, edhe mi pastru kont. I pastron kont edhe abdesi qëndron tek ai. Kjo është mendimi i Hanefit dhe Shafit. Derisa Malikit thonë të pastrohen kom me kush që mos më vonu. Bashkohen ato që me i pastru këmbët, mirë po nuk bashkohen në vonim. Nëse ai ka largu çorapet, atëherë më njëherë do të me i pastru këmbët. Përndryshe thonë, nëse vonohet, atëherë do të me marr abdes edhe një herë.
Edhe mendimi i katërt është që nuk prishet abdesi. Edhe kom përmend edhe disa prej dietarëve, që një prej tyre është edhe Sheikh Ibn Uthaymeen, Allahu mëshiroft, që ka këtë mendim që nuk prishet abdesi. Sa i përket kësaj çështje, domthonë, me të vërtetë don studim më shumë, mirë po ajo të cilën unë punoj për deri tash është që prishet abdesi. Ndërsa në një prej argumenteve që e marrin që nuk prishet abdesi e bojnë analogji me flokët, mirë po sa i përket kësaj analogjie themi se është analogji e dobët për shkak se janë dy gjëra të cilat nuk mund të krahasohen për shkak se janë të ndryshme. Çfarë aspekti? Se flokët janë në esencën e njeriut, është pjesë e tina. Ndërsa meshi është një gjë e cila vjen shtesë. Prandaj nuk mund të krahasohen një gjë e cila është në esencën e tina, pjesë e tij me diçka që është ardhur shtesë dhe largohet. Është që përmend disa shujuk, domethënë që është si analogji e dobët. Allahu alem për këtë meselë, domethënë ajo që në punoj është se prishet abdesi. Edhe pse me saj prishet, domethënë mendimi të parë edhe të katërt, domethënë argumentet të dyja palëve mund me qenë që me të shkaktu probleme se cila është më saktë. Allahu alem për këtë çështje. Siç e ceka, ajo që punojon është prishet abdesi. Mirë po don studim më shumë në këtë meselë inshallah. Pastaj autori përmend se ka përfundu koha e mesfit. Edhe këtu domthonë do të marr abdes edhe një herë, edhe pse këtu edhe ka khilaf, parafërsisht është khilafi i njëjtë, domthonë me këto që prishet abdesi dhe disa thojnë nuk prishet abdesi, mirë po nuk lejohet me u dhënë mes, domthonë do të me dadh, me marr abdes, pastaj me i madh. Mirë po, nëse ai për shembull ka abdes thonë, edhe ka kalu koha e mesfit, atëherë falet, nuk është problem, abdesi qëndron, mirë po meshi nuk lejohet, nëse don me i dhënë mes prap, nëse e prish abdesi. Khilafi është parafërsisht i njëjtë, thonë prishet abdesi për shkak se momenti kur s'ki mes, ka kalu, prap një pjesë e abdesit tënd, ka ra, që do të thotë nuk është i plot, kështu që prishet abdesi dhe do të më marr abdes edhe një herë. Sa i përket khilafit është se i njëjtë në ato që e thamë në meselën e parë. Dhe kjo është sa i përket gjërave që i përmend autori në kapitullin e mesit. Pastaj dersi i radhës do të jetë inshallah në gjërat që e prishin abdesin. Që inshallah pra të flasim në ligjëratën e ardhshme. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.